Вашиот генерален секретар вели дека СДСМ со Заев е полош од претходното ВМРО ДПМН. Дали се согласувате со таа теза? Ai ka bindjen e vet në lidhje dhe është mendimi I tij, po nuk pajtohem me këtë konstatim. Unë vlerësoj që vëmendja e shqiptarëve duhet të jetë tek partitë politike shqiptare. Nuk jemi ata që tregojmë se kush janë më të mirë ose më të këqij. Unë më tepër do të kisha thënë që në fundit shqiptarët votojnë për parti politike shqiptare. Ai ka drejt, ndoshta e keni nxjerrë nga konteksti. Për shembull, se këtë e kam dëgjuar që e kam thënë. Unë kam qenë kryetar komune në kohën kur ВМРО DPMN-ja ishte në fuqi. Oponent e tyre, e gjithë pushtetit dhe e BDI-s. Ndërkohë që sot Arben Taravari është kryetar komune, ndërkohë që LSDM-ja është në qeveri. Ka shumicën dhe ka kryeministrin. Rezultati I qeverisjes tim në komunën e Strugës, VMRO-ja më ka marrë brenda 3 viteve sa kam qenë kryetar komune, unë parafërsisht 3 milion euro me forcë nga buxheti I Strugës, bashkë me BDI, jo veç VMRO-ja, BDI-ja ka qenë brenda, apo jo. Dhe këto para I merrte për një investim dhe kredi që ishte marrë që ishte bën komunën e Orit, eksploatim që kjo, apo. Po kur zguxojt mi marrë kompetencat në arsim? Kur zguxojt? I gjë tillë. E tani Zoran Zaevi me presion BDI-s apo nga dëshira e tij dhe LSDM-ja ja merr radhazi çdo vit kompetencat në arsim Arben Taravarit. Dhe kur e krahason këtë gjë, ai ndoshta ka një fije të drejtë. Por unë nuk mendoj që më mirë ka qenë ai regjim, sepse edhe është gabim të drejtohet pyetja mua në lidhje me atë, sepse kam sakrifikuar që ta ndroj atë regjim. Dhe kush mendon që është më mirë, që ka qenë më I mirë, ajo VMRO, gabon rënd. Значи, оценката на Таравари е личен однос кон Зоран Заев и е последица последица që ka të bëjë me zhvillimet në pushtetin lokal. Dhe në I farë drejt e kaj, sepse ti ndihmosh dikënd që të vishet me pushtet, që të marrë bëhet kryeministër dhe këtë vlada im zema nadležnosti на други градоначалници. Jo, s'është e vërtetë. Dhe ti të bësh çmos. Не истина Jovo Kumanova ги зема на Димитриевски. S'ka probleme, diskutojmë edhe atë. Dhe ti të bësh çmos që këtë pushtet që e ke marrë nga Aleanca për shqiptarët, për ta goditur në çdo hap Aleancën për shqiptarët, kjo është paftyrësi e paparë. Dhe unë nuk mund të them që ai nuk e ka një falloj drejtë. Por e keqja është e keqe dhe nuk duhet krahasuar. Gabimi është gabim dhe unë them nuk duhet krahasuar. Ndërsa lojrat që pas ka marrë një kompetencat, një çerdhe, veç për thënë që ja, po kemi marrë në kompetenca, është absurde. Aq më tepër që kur ja merr kompetencat një komune që është I njëjtës parti që qeveris, është vetëm lojë se në fundit a e dini ju pse merren kompetencat mësime? Pse BDI-ja e frikson? Zato što Taravari nezakonski menua direktori në училище. Unë kam gjithë dosjet, kam përgatit që të bëj pyetje deputeti direkt në sy ministrit dhe nuk merren kompetencë. Dhe asnjë të drejtë nuk ka. Arsyetimi është sepse nuk ka të mbaruar drejtorët ushtruese detyrës që janë zgjedhur, nuk kanë mbaruar, nuk e kanë këtë provimin për menaxherial, për të bërë drejtor. Ndërkohë që ligji thot, pasi zgjidhesh ke kohë 16 ditë që ta marrësh këtë provim. S'kan qenë 16 ditë drejtorët e emëruar nga Arben Taravari në mënyrë që ti të marrish të drejtën, të marrish kompetencët. Kishte një rast kur vete ka shkarkuar një drejtor, ministri Arsimit. Dhe kryetari I komunës ka vepruar mbas asaj cilë ka vepruar ministri Arsimit, dhe përsëri I merren kompetencat. Jo, Vasko, I merren vetëm një qëllim, që të mbajnë kontrollin në shkolla, duke pas parasysh se vendi ku kanë më tepër punësime, një komunë janë shkollat, janë arsimtarët, dhe për të vazhduar t'i friksojnë ato arsimtarë që t'i mbajnë si votus. Këtu është ideja, dhe kjo duhet thënë zëshën, dhe këtë e bën sot LSDM-ja, që BDI-ja e ka bërë çdo herë. Po këto thënë jemi ndryshë, trego që jemi ndryshë.